Realizimi i autostradës Kërçov-Ohër ka histori të gjatë. Linjat e para të projektit janë bërë në vitin 2001. Pas 3 viteve, qeveria atëhershme vendosi ta ndërpres me arsyetimin se nuk ka para. Dokumentacioni i projektit ka përfunduar në periudhën 2007-2009. Sipas dokumentacionit, ndërtimi është dashur të kushtoj 270 milion euro. 4 vite më pas, qeveria e Gruevskit e nënshkroi kontratën me kompaninë kineze Sinehydro, me të cilën shuma është i kaluar për 100 milion euro. 3 vite pas fillimit të punimeve në terren, po kalkulohet se ky projekt të qytetarëve do t'i kushtojë edhe 100 milion euro shtesë. Është domosdoshme të bëhet analizë për të parë arsyen e rritjes aq të madhe të shpenzimeve, thotë profesori i Fakultetit të Ndërtimtarisë në Shkup, Goran Markovski. Dok je perioda od 2001 do 2000. Periudha 2001-2015 është e gjatë. Kemi një numër të madh të informatave, tendenca të reja në sferën e ndërtimtarisë. Gjithsesi, disa vendime që janë marrë në atë periudhë, sot ato nuk do të ishin marrë. Sidoqoftë, problemi kryesisht del nga përbërja e terrenit. Vërtet atje natyra ka luajtur me Maqedoninë. Atje kemi terren shumë të lloj-llojshëm, që shkakton probleme shtesë. Sipas Markovskit, nuk mund të pohohet se vetëm zhvendosje teknike mund të arritin çmimin e autostradës. Ai thotë, me sa është informuar, zhvendosjen nga projekti ka vetëm në pjesën e pjertësive. Alternativa për zgjidhjen e këtij, e cila ndoshta nga aspekti i sotshëm është e vjetruar, është të ndërtohen tunele, galeri ose objekte të ngjashme, që në çdo rast kushtojnë më shtrenjtë se sa zgjidhja me pjertësi. Profesori Vullnet Palloshi vlerëson se bëhet fjalë për, siç thot, lojë të kompanisë kineze Sinehydro, qëllimi i të cilës është rritet kostoja që do e paguajnë autoritetet e Maqedonisë. Me anë të këtyre ndrimeve në projekt që i imponon dhe me anë të këtyre plotësimeve ose punëve plotësuese ose punëve të parapame, lun në letrën e zhagitjes së realizimit të projektit dhe kërkimit të mjeteve shtesë, të cilët duhet t'i kompenzon për ata mjetet të cilët ndigjojmë për televizion që në një mënyrë korruptive janë dhënë ose janë premtuar dhe tash prej dokun duhet të nxirren. Sipas Palloshit, nëse nuk gjendet zgjidhje, rasti mund të përfundojë në gjykatën e arbitrazhit ndërkombëtar. Për ndërtimin e autostradës Kërçov-Ohër, prokuroria speciale ka hapur rastin në trajektoria në të cilën akuzohet lideri VMRO-DPM-s Nikola Gruevski dhe disa funksionar të lartë të qeverisë së tij.